Betohet. Qeveria Rama do të realizojë ndryshimet e para. Burime për Report TV konfirmojnë se tashmë mungon vetëm zyrtarizimi i vendimit të marrë mes shefit të qeverisë dhe aleatit të tij kryesor Ilir Meta. Të njëjtat burime saktësojnë se këtë çështje ishte në qendër të diskutimeve që kreu i ekzekutivit Edi Rama zhvilloi gjatë takimit të së shtunës me kryetarin e kuvendit Ilir Meta. Në këtë takim, që zgjati 1 orë e 40 minuta, liderët e koalicionit qeverisës mësohet se kanë rënë dakord për domosdoshmërinë e këtyre zvendësimeve të ministrave, të cilat kanë prekur marrëdhëniet mes PS-s dhe LSI. Vetë numri 1 i ekzekutivit i ka paralajmëruar këtë lëvizje rreth 1 muaj më parë në emisionin 5 pyetje nga Baba Ramo. Ju ka kërkuar zoti Meta të ndryshojë ministrat e tij? Jo, asnjëherë. Pra nuk kërkon ndryshimin në qeveri? Asnjëherë, deri tani. Por nëse kjo do të ndodh, të jeni sigurt që do të ndodh në kuadrin e gjithë atyre që kemi thënë më parë dhe sigurisht do të jetë një gjë e dakordsuar vetëm në rastet kur një ministër do të jetë përgjegjës për diçka që e pengon bashkëjetesën tonë, për asnjë arsye tjetër. Nuk dihet ende se cilët do të jenë ministrat që kanë prekur marrëdhëniet mes PS-s dhe LSI-s. Po ashtu pikpyetjet ngrihen edhe mbi emrat e rinj që do t'i bashkohen kabinetit qeveritar. Por sipas deklaratave që zoti Rama ka bërë tek 5 pyetje nga Baba Ramo, pjesë e hyrjeve të reja nuk do të jetë kreu i PDU-s, Shpëtimi Drizi, me të cilin zoti Meta u takua vetëm pak ditë më parë. Qeveria nuk do të ndryshojë, qeveria është produkti mandatit të 2013-s dhe është kontratë me popullin shqiptar për zgjedhjet e vitit 2013. Sigurisht që nëse PDU-ja do të jetë me ne në 2017-ën, atëherë kjo do të jetë pjesë e diskutimit për kontratën e re që do bëjmë me shqiptarët. Pas takimit të parë, kokë më kokë me zotin Meta, që pas zgjedhjeve të 21 qershor, kreu i qeverisë nuk pranoi të jepte asnjë koment. Një weekend shumë qetë. Por pas fundjavës pritet të zbulojnë edhe emrat konkret që do t'i bashkojnë kabinetit Rama.